se për vota kanë shkuar shumë kudo. Po shkoj aty sepse unë mendoj që Shqipëria pa vlerësuar realisht rëndësinë e popujt vetë në trevat ku jeton, nuk do t'jetë kur një shtet që do të shkëlqej. Nuk është regjistruar ende si parti, është regjistruar në gjykatë si lëvizje. Si lëvizje. Si organizatë si lëvizje. Quimi është shumë i thjeshtë. Erdha të dëgjoj bashkombasi tanë këtu, po dhe t'u jap indicje të një shpresë të re për një elitë të re në Tiranë e cila i ka në fokus shqiptarët e këtyre trevave. A keni qëllimin edhe të shtrihen edhe këtu, të formoni ndonjë degë televizijës tuaj apo vetëm? Jo. Jo. Jo, absolutisht. Kam ardhur për të takuar këtë pjesë të popujt tonë. Shumë më thanë, pse po shkon në Shkup, Shkupi nuk ka vota. Prandaj ishte edhe pyetja ime. I thash, po shkoj në Shkup pikërisht se nuk ka vota. Se për vota kanë shkuar shumë kudo. Po shkoj aty sepse unë mendoj që Shqipëria pa vlerësuar realisht rëndësinë e popujt vetë në trevat ku jeton, nuk do t'jetë kur një shtet që do të shkëlqej. Nga ana tjetër, gjithë shqiptarët e trevave duhet ta kenë të qartë që pa u begatuar dhe pa lullëzuar Shqipëria, kur nuk do kenë mundësi të bëjnë një jetë siç e meritojnë trevat e veta.